Herën e parë e ke pas me bind veten që je për këtë sport, por më pas vjen e dyta dhe e treta, këto 3 vjet rresht arrin me triumfu. Çfarë do të thotë në aspektin personal? Në aspektin personal është një achievement që e kom ri, që s'kom menu që e kom me bo, po është kon edhe shumë vështirë, se herën e parë e kom fitu, herën e dytë kom thonë ka këna për qëtë sport, edhe masa një ndërkohë u qelë edhe kjo shpërblimi madh i Valencias, që jena kon me reprezentacionin e Kosovës atje, ku dhe aty e kom fitu, po kjo është temë tjetër nëse... e diskutojmë absolutisht. Edhe kur në vitin e dytë u hap çmimi për Valencia, thash po inkuadrona ma shumë në e-autosalon, sa apet jem kon në sim race, thash kjo po më të rejkë ma shumë, edhe është diçka e re, edhe po du me provu vetën edhe një herë. Aja mi njejt, a veç kom pas fat. Edhe këtu e kom fitu në garën e fundit, edhe jena shku në Valencia, jena kon gjithsejt 7 shoferat Kosovës, dhe më thonë 2 jena kon në e-autosalon, 2 në karting, 2 kanë qenë në sim race, edhe një u kon në drift, një shqiptar i Francës uarë. Po që akon aty një arritje e madhe për mu është që në mesën e 81 shteteve unë e kom arrit me dalë në kualifikim venin e 3. Wow. Edhe kjo akon një arritje shumë e madhe për mu që nuk ma ka marrë menje që muj me bua